që Shqipja duhet... Zoti Sadiku, Shqipja edhe gjithna duhet me poni me sensin e aktualitetit. Qka mundet me ndohë në levizjen vetë vendohë se nese një tardhme, Albin Kurti në ditët i 13 si kryeministër i vendit. A kryeministër i hoti, e përmeni për ndvejra ma herët, ka një rezultat. A imaginon të që vjen koha Albin... Mundet për vendit një kryeministër politikisht laskuq, që shkon për një partije, kryeministër e bojnë, hinë në partijin tjetër, e venditin keq, i hub zgjedhjet edhe jetë i paftyrë. Ka asin rrasën Kosovë. Por, Abdullah Hoti i ka qëndru besnik shtetit, i ka qëndru besnik lidhje demokratike, edhe me dalë do mon realisht ideja që ka flitet në LDK, edhe nga njërët e LDK-s, është me abon si vjosës, me përjashtu. Me përjashtu? Po me përjashtu, se LDK-a që kjo problemi, LDK-a e toleron fjollën e lirë, LDK-a nuk lejon fraksion, e do duaj me legalizu me program, me statut fraksione. Okej, që e thash edhe unë ma heret. Tash, që ka ndonë kurse që LDK-ja i përjashton, që unë nuk mendoj. Vjosa Osmanik i ka pas dalë kundër Isa Mustafës, dhe Isa Mustafa pa të rendit... Pas mon me dalë i dhejët kundër Shqipe? Mirë dhe, po du me thonë si nuk e ka përjashtu atëherë. Bile sonë të qërë Shqipe. E ka qitë shumë gjatë të sa... Sonte, po ju thotë këtu. Unë shumë ma shumë mëritet respekt i Shqipeve gjysqalije. Shumë ma shumë mëritet respekt i për njerëzit, të cilët i dolin bëjtje në këtë rast. Zotit Hoti se sa liderit. Se me i dojnë liderit o ka lajt. Sa është lideri, e ka fuqin. Amo me më bo me doptin këtë rast, është përjashtimi Vjose nuk e kanë përjashtu, e ka rendit. Ka faqe zyrtare përjashtu me letë, o i Shqipe. Me letër është përjashtu. Po lem një brëta përfundoj edhe tani pajtojë. Shqipe vishë me pranu që metodën e kanë ndryshme se me përjashtu gjithësqysh. Si një partit që kanë matë nga dalët. Okej, është kritiku Isa Mustafa për qenit autoritar dhe për qenit hakmarës. Vjose nuk e kanë përjashtu kër e ka kundërshtu LDK-n. E kanë qitë shumë poshtë në listë, ka qenë 60 diçka numër. Dhe ajo mandej fitoj dul e dyta, më zga vësha së treta. 68.000 votë, 69.000 votë. Dhe, që ka ndodhi, u bo kandidate për kryeministër. Ajo kujtot aj pajtimi, aj përqafimi në brenda kryesis, kur ajo u bo kandidate për kryeministër. Dhe Lutfia Ziri pritej të bëj madje kryetari partis që Isa Mustafa të tërhiqej. Ishte Agim Veliu, mandej që ndërhyri, tha jo, do të kemi gare kështu me radhë, edhe u rizgjodh sërish mandej Isa Mustafa. Vjosa Osmani humbi zgjedhjet për 3.000 vota. Vjosën e kanë përjashtu pastaj, kur ajo ka mojt qëndrim të fort kundër rëzimit të qeveris. Vjosa ka dalë krejt, Lumiri nuk ka dalë, ka nejnë parti, por nuk është bërë pjesë e qeveris. Unë nuk besoj se Hoti do të përjashtohet. Unë mendoj që në LDK do të bëhet edhe më përmbajtësor diskutimi i brendshëm dhe duhet të bëhet me përmbajtësor edhe për mënyrën e qeverisës së brendshme, se menoj se kjo është problemi. I renditi disa çështja Halili për cilat unë nuk menoj që Lumiri ka mendim ndryshe, përkundrazi, ndoshta nuk ka qenë mjaftueshëm i zëshëm, por gjithaj ka thonë që ne